Mbrëm në ora 22:15 minuta, në një fshat të Tetovës, punonësit policor të SPB Tetov në prani të njërit prind kanë privuar nga liria një 15 vjeçar nga ai fshat, duke vepruar sipas raportimit të mëparshëm se rreth orës 19 kishte prekur nëpër trup një vajzë 14 vjeçare nga Tetova, me të cilën ishin njohur nga më parë. I mituri është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Gjën ora 13:50 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, zyrtarët policor kanë privuar nga liria personin FI 34 vjeçar nga fshati Vrutoki i Gostivarit. Ai dyshohet se ka kryer vepër penale vjedhje e dënueshme nga neni 235 i kodit penal, të raportuar më datë 13 mars 2025 nga BN 49 vjeçar nga Gostivari. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Gjën ora 13:15 në fshatin Gradec të Gostivarit, zyrtarët policor nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria personin MN 32 vjeçar nga fshati Gorjan. Ai dyshohet se ka kryer vepër penale të shkaktimit të rrezikut publik, pra i ka vënë flakën 2 shtallave. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedim të mëtejmë dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Gjën ora 13:30 në fshatin Bervenic të Tetovës, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin IM 51 vjeçar nga fshati Bervenic, i cili është raportuar nga gruaja e tij, 50 vjeçare, se ka sulmuar fizikisht në shtëpinë e tyre familjare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Gjën ora 13:50 në SPB Tetov, 27 vjeçaria BS nga Kosova me banim në Tetov ka raportuar se rreth orës 13:20 në banjën e Tetovës, pas një debati të shkurtër, është sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në ora 21:45 në SPB Tetov, personi EJ 43 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 20:40 në rrugën 29 nëntori në Tetov është sulmuar fizikisht nga AA, po merren masa për zbardhjen e rastit.